Ura që lidh disa njëstia administrative të Dibrës me qytetin e Peshkopis, që quhet ura e Mungurit, po i nënshtrohet një rehabilitimi për shtresën e saj, që prej disa ditësh ka nisur riparimi i shtresës prej raste të kësaj ure. Ndërhyrja po bëhet nga forcat e armatosura me kërkesë të Bashkisë Dibër nëpërmjet emergjencave civile. Banorët e zonës tonë se ndërhyrja është gjë e mirë që po bëhet, megjithëse duhet gjetur një zgjidhje afatgjat pasi dorasat nuk mund të qëndrojnë shumë për shkak se thyen nga automjetet dhe dëmtohen nga kushtet atmosferike. Banorët kërkojnë që kushdo e ka përgjegjësinë të gjejë zgjidhje për ta shtruar me llamarin hekuri apo shtresë betoni pas investime të tilla, siç po bëhen tani me doras janë afatshkutra. Më në fund po bëhet një zgjidhje për banorët e Mohrit, që ura pushtria po punon me ritme shumë mirë. Mirë po nuk ka zgjidhje për banorët. Ne nuk na duket zgjidhje se po bëhet me dras prap. Ura me dras ka qenë. Drasa shko sa shko të kalbet. Në shi, në gjana. Ashtru një copë asfalt këtu. Nuk e dim se si janë, ka 500 metra asfalt. Dalet asfalti. Një zonë të paktën. Ja si ka qenë ura. Ja me betone, me gjana. Ma tonë nuk ka lëshin. Drasat ja ku i ketë kalbura komplet me fjallë. Kanë pas ngjelë makinat në ujë. Po me gjithë ta, për ne shumë mirë. Nuk po bëhet me beton, është qishë në kotë Italisë kjo. Flesë tonë po në të regojnë me fjallë që kjo urë prejnë kotë të Italisë. Këto hekrat janë prapë. Janë hekrat e Italianit akoma. Po është zgjidhje, përvizorisht është, se këto ka qenë e preshme, ka qenë shkatru me komplet. është përmirësua, pak sa të shkoj prapë, në vina e ben prapë ato. Veç vendosjes të shtresës së re të dorasës, forcat e armatosura po bëjnë edhe lyrjen e elementeve metalik në mënyrë që të rritet gjatësia e tyre.